Çfarë flasim tash? Atëherë, çfarë do flasim? Po ti përshëndesim apo se Po, jena njerëz Do flasim për Macron e Ndërama. miq të piskut, ju përshëndesim. Uroj që të jeni mirë dhe dhe 3 pika reticencë. Koha është ajo që është e vërteta absolute për treguar se kush janë të vërtetët dhe jo të vërtetët. Dhe njerëzit, masa, është ajo ndoshta që më vonë do të kuptojë edhe atë se çka ka bërë dje dhe thot mos. Dhe urojmë që çdo kush nga ne në mënyrën e vet, në atë se çka thotë dhe në atë se çka ka për brenda, të jetë në të vërtetën. Tu kam profesor Angel Luka që ka pasur dhe ka dhe vazhdon të ketë misionin e vet për sa i përket padrejtësive dhe gjërave që bën ky shtet ndaj Angelit dhe shqiptarëve. Se kur bëhet nga individ, kjo është më se thjeshtë dhe lehtë për të bërë edhe ndaj tjerëve dhe kryesisht për njëri kaq përgatitur si Angeli. Atëherë 2 fjalë pse ajo që bën kundër Angelit bëhet kundër gjithë Shqipërisë dhe kundër gjithë popullit shqiptar. Kuptoni një gjë që impakti që lë një njeri në shoqëri varet nga aktiviteti, nga bagazhi që ka grumbulluar, nga eksperjenca dhe nga ajo që ka prur dhe ka vënë në dispozicion të këtij vendi. Një Angeli ka vënë në dispozicion të këtij vendi dhe jo vetëm të këtij vendi, një luftë të vazhdueshme që ka të paktën 25 vjet brenda për të mbrojtur jetën e njeriut. Ndërkohë, Angeli është në letra ndoshta njeriu më i pasur i Shqipërisë. Që do të thotë, kur ja kanë marrë Angelit, jo vetëm që kanë dëmtuar një njeri, po pothuajse komplet këtë pasuri ja u kanë dhënë të huajve. Dhe ky është demi më i madh, dem kolosal. Dhe këtë po e shohim edhe në makro që Komplet. Shqipëria është dhënë të huajve. Ashtu. Këtë është ajo që po e shohim sot. Dhe pikërisht dhe prandaj pikërisht është në dorë të huajve, se nga nevoja për të zhdukur gjurmët që këto para janë të Angelit, ja kanë dhënë të huajve se drejt nga Angeli nuk i marrin dot. Çka kanë bërë? Ja kanë dhënë atyre dhe prej atyre mund t'i marrin me lehtësi më të madhe, domethënë kanë hyrë në pazar me njëri tjetrin. Po le të merremi një çik me një gjë më konkrete dhe më aktuale. Dhe do të hidhemi te e famshmja vizitë e fundit e zotit Rama në Paris. Emmanuel Macron au palais de l'Élysée priti zotin Rama dhe në momentin e përcjelljes u përjafuan fort, me mall, me lote me qure, më the tash edhe u ndan. Sa emocionuese. Tani unë do t'ju them 2 fjalë të vogla se çka ka ndodhur direkt pasi janë larguar. Normalisht, pse shkoi Rama ke Macron dhe në Francë? Pse nuk shkoi në Gjermani për shembull, ose në vend tjetër? Pse monsieur Rama vajti pikërisht në Francë? Pikërisht në këtë gjendje ku ndodhet Rama Shqipëria dhe bota Europa. Unë para se t'ju jap qëllimin e vizitës së Ramës, do t'ju them shqiptarëve 2 fjalë për atë anë të Francës që njerëzit e anashkalojnë komplet, po që përbën thelbin e shtetit francez. Dhe problemeve të shteteve të tjera dhe Shqipërisë. Pikërisht. Tani Franca është një prej vendeve që ka kolonizuar më shumë shtete në mbar botën, sidomos në Afrikë dhe në lindjen në lindjen e mesme dhe mbi të gjitha në Indokinë, mire kanë. Domethënë Vietnami ka qenë koloni e tyre, e tjera. Dhe Franca ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, 3 shekullore të paktën, në mënyrën se si ajo seleksionon njerëzit, i korrupton, i rekruton dhe i përdor për të mbajtur pushtetin, për të uzurpuar pushtetin. Këta kanë bërë vazhdimisht në të gjitha vendet e botës ku kanë shkelur, këta kanë bërë dhe në Shqipëri. Rama është produkti tyre, është produkti kësaj politike. Atje ka hëngrë makarona për herë të parë. Po pra, jo, nuk ka ngrënë makarona, ka ngrënë një lloj gjelle që kishin francezët e kishin mësuar në Afrikë, po që aty poshtë Urës, ë? Po pra, edhe modernizuar. Po. Tani rastet për të përmendur që Franca përdor këtë politikë thellësisht kriminale kundër vendeve të tjera, kundër vendeve më të dobta, janë të panumërta. Por që ky fakt përdoret edhe kundër një vendi të ashtu quajtur mik, kjo është me të vërtet në kufit e shmendurisë, apo skandali i vërtet që nuk është vetëm i Francës, e gjithë Europa është kështu.
Domethënë Europa ndahet në ato vende që kanë qenë kolonizatore, si Franca, Spanja, Britania e Madhe, Belgjika, Hollanda e tjera, dhe që kanë pushtuar, kanë kolonizuar, kanë rrëmbyer, kanë sklavëruar, kanë vrarë, kanë përdhunuar dhe kanë grabitur deri në qindarkën e fundit të këtyre vendeve. E kuptoni? Tani, si themi neve, ujë ku qimen e ndëron, po zakonin se haron. Franca nuk e ka haruar kur zakon. Dhe për ata që nuk e din, Ma dhe ka më të theksuar, se është luftë e madhe. Pikërisht pra. Dhe fakti që Europa në vetvete ka një politikë kaq të padrejt, po e quajmë kështu me fjalë të vogla fare, midis vetë brenda Europës, vendeve brenda Europës. Më thënë, ku Franca synon të hajë Shqipërinë, po Italia po të hajë Shqipërinë, apo diku Gjermania synon të hajë Hungarinë apo Poloninë e kështu me radhë. Më thënë, kjo lloj politike po e gryen Europën nga brenda, por në fakt është vetë mënyra se si është ndërtuar Europa. Europa fillimisht ka ruajtur institucione të pavarura, luftën për të drejtat e njeriut, barazi, zgjedhje të lira, më thash, por të gjitha janë farsa. Domethënë, Europa në vetvete është një mashtrim në terabajt. E kupton? Një mega mashtrim, sepse Europa që pretendon Jo, jebi, shki. Jebi se po bëjmë diçka të re se harrova. E pra, Europa që të futemi live edhe në TikTok, se ka edhe shumë njerëz që na ndjekin. Bravo. Ka shumë njerëz që na ndjekin në TikTok dhe i përshëndesim edhe ata. Atëherë, Europa që pretendon se ruan vlerat më të mira njerëzore dhe demokratike, në fakt është një mashtrim në terabajt. Në çdo institucion nuk ka me institucionet pavarur, ashtu si në Shqipëri nuk ekziston absolutisht asnjë institucion i pavarur, po gjithçka kontrollohet dhe me pretekstin se duhet të ruhemi nga armiku jashtëm i brendshëm, të gjitha këto prallat që dëgjoni edhe nga Edi Rama, që në vetvete nuk është se janë, domethënë nuk është se nuk duhet, por përdoren në raste krejtësisht pa justifikuara, me qëllimin e vetëm që ai që është në krye të vazhdojë të mbajë pushtetin dhe të tjerët që e kanë ndihmuar të mbeten të paprekur. Tani, i shpjegova të tëra këto për të kuptuar që Franca kohët e fundit ka humbur shumë territor, në kuptimin e mirëfillt fjalë. Domethënë, janë shkëputur 4-5 vende të Afrikës dhe tendenca për të shkëputur përfundimisht nga Franca është e përgjithshme. Mirë, po kjo vetëm një ndërhyrje të vogël, se mos mendoni se po humbim fokusin me këtë siç ka po thotë Engjël. Jo, do dalim pikërisht aty ku duhet. Aty ku jemi, ke dhimbja më e madhe që ka vite në Shqipëri dhe që është bërë akoma më e madhe. Dhe Franca ka, domethënë, politika e presidentëve francez ka qenë e tillë që ata të vazhdojnë të mbajnë pushtetin, ata kanë grabitur edhe pasuritë vendit të tyre. E kupton? Domethënë, shpenzimet e shtetit e presidencës franceze janë maramendse. Me sa di unë janë mbi 1.3 miliardë euro. Vetëm presidenca. E kupton? Dhe në të tërë këtë lojë korruptive, gjithsekush vazhdon të përdorin pushtetin për të akumuluar sa më shumë pasuri, sa më shumë pushtet dhe të mbetet i paprekshëm. Po si mund të mbeten të paprekshëm? Se në Francë ka gjithsesi institucione që lëvizin. Atëherë çfarë ndodh? Ka dhe frikën e madhe që presidenti, ndonjë 2 president kanë ikur në burg, siç është Nicolas Sarkozy. E kupton ti? Ky lloj shembulli i bën këta njerëz që të vazhdojnë të gjejnë forma, mjete, mënyra dhe njerëz bashkëpunëtor në këtë lloj veprimtarie. Edi Rama është tipiku. Edi Rama është personi që brenda këtij vendi që ai e zotëron pothuajse plotësisht, nga pikpama institucionale, nga mënyra se si ai anashkalon ligjin e tjera, ai ka gjetur forma e mjete që të korruptojë ata, domethënë ose që t'u japin atyre mundësi që të fshejnë pasuritë e tyre këtu, apo nëpërmjet këtij vendi. Dakor? Tani, le të lidhemi te ajo direktja. Edi Rama ka vajtur në Francë në drekën e datës 22. Në darkën e datës 22, për herë të parë Dritan Goxhaj ka mbajtur fjalim atje para kryeministrisë dhe ka shpalosur programin e protestuesve. Që nuk e dim se ke përfaqësojnë këta njerëz.
Nuk kanë adresë, kanë numër telefoni. Populli. Populli s'digje. Pra thua që populli. Pra... Jo, populli s'digje, populli është fjalë e madhe. Populli këtu për shembull mund të themi ne që janë 300.000, po mund të siguroj që asnjëri prej tyre nuk e di adresën e atyre që pretendojnë se janë grupi drejtues dhe grupi koordinator. Dakor? Domethënë, këta kanë krijuar një bërtham që në pikpamjen time nuk janë as pak të pavarur. Dhe dyshimi im është që Edi Rama duke sulmuar Dritan Goxhain ka dy qëllime. Për ta ngritur. Një, për ta ngritur, dhe dy, edhe nëse nuk ngrihet dhe nuk arrin deri atje sa të hedhë poshtë pushtetin e Edi Ramës, gjithsesi të jetë më vonë bashkëpunëtor i tij. Njësoj siç është loja me Berishën. Tani, unë të them me siguri absolute që në këta lloj njerëzish që janë bërë organizator, që janë shfaqur më shumë e tjera, dhe që pretendojnë se janë koordinatorët apo ata prisit e liderët e së ardhmes, që do zhdukin gjas me këtë klasë politike, në fakt nuk janë veç se veglat të tyre. Pse e thua kështu e një? E them me fjalën... Po sikur dilte një person tjetër, se ti po ma lidhë që në dregu takua me Macronin, Paris, thua ti? Prit se kam menë se s'kam mbaruar. Po shpjegoj që këtë pjesën e parë. Prit po bëj pjesën e parë. Unë i di me emra personat që janë bi të njerëzve që janë mashtrues, bashkëpunëtor të pushtetit, kanë marrë tendera, kanë marrë para i kanë transferuar jashtë shtetit, janë marrë me lloj-lloj trafiqesh dhe sot bitë e tyre janë shkolluar në shkollat më të mira, me para plot, janë kthyer këtu, kanë mundësi të paguajnë edhe për të bërë njerëz me vete. Dhe këta lloj njerëzish do të na vinë ta marrin pra pushtetin. Ç'a ndryshoi? Absolutisht asgjë. Bile përkundrazi. Do të tregoj një prallë nga e kaluara. Ishte njeri kryetar komiteti, edhe po bëshim mbledhje dhe thanë do ta heqim dhe. Po pse do ta heqim? Po ta heqim se ka vjedhur, ka abuzuar, ka futur në punë gjithë soje sorollope, më thet tash, boll me tani se ta heqim, ta shporim dhe. Unë ngrit kjo dhe tha, ore tha, mirë tha, më hoqet mua tha. Unë tha, pas kanë vjedhur, tha, do më thënë e kanë vend ca para tha. Po edhe njerëz të mi kam rregulluar tha. E të tjera tha. Tani unë i mbarova hallet e mia tha. Ju doni tha që të vi një tjetër, të fillon nga e para dhe juve t'ju grabisin prapë nga e para? Domethënë Engjëll ti që ke bërë me Ramën pra. Jo. Qa flet ti? Ti thua mos iki Rama. Jo, pritër ti çun. Që ti ike që një sekond më parë të kishte ikur. Dalet. Unë e kam kallëzuar ti çun. Po pra, është në rregull jeti, po edhe unë po i shpjegoj. Tani, jo vetëm ti ike të shporet, po të shporet e gjithë kjo racë. Se shumë thonë edhe mu, kur shfaq ndonjë problem për shembull, më thonë, ti je ai, ti je që shet, ti je blen, ti je që flet këy, do më kriju për çarje. Njerëzit duhet mund ta mohojmë, njerëzit duhet të mësojnë që para se ti një problem të madh që po ndodh atje. Jo, prit ajo e gjë parë, po njerëzit duhet të mësojnë që para se të japin një mendim se çfarë po thotë Engjëlli tani, është me Ramën, është me Berishën, është me Altinin, apo është me Dreqin, prit, mbaro pra dëgjohet deri në fund çka ka për të thënë Engjëlli. Pastaj mendon ti çfarë duash. Jepi dorën jashtë, takoje dëgjoje. Takoje në mendim, E dyta, këshilla e dytë dhe më kryesorja, shqiptar, të nderuar shqiptar, mësoni me idhërimin e së vërtetës. E vërteta nesër ju del ëmbëlsir, ju del mjalt ajo që është e idhur sot. Po mësoni me të, dëgjoni deri në fund. Pastaj reflektoni, mblisni prova, mblisni fakte, edhe thoni, jemi këtej apo jemi andej. Kthehemi tek aktualiteti, kthehemi tek Edi Rama. Tek Edi Rama, çfarë porosish morën, ç'a ndodhi pasi u bë takimi me Macronin? Para se të kthehemi. Po përqafuan ata? Po, përqafuan. Atëre, sipas meje, gjithmonë sipas meje. Sepse ti ma the që në sekondën e parë mua, po unë të thash beli një ashtu të madh. Po. Mban mend? Po që të thash që theti, më duket se ka një sinjal këtu. Ka një mesazh. Unë gjithmonë jam ai që shoh me kritik, shoh me skepticizëm. Dhe ke parë drejt sipas meje. Sepse që të arrija në konkluzionin që ke parë drejt, duhet kuptoj edhe se gjërat të tjera që u shfaqen më vonë. Domethënë, në momentin që ndodhi, unë nuk mund të thosha që është kështu apo ashtu. Eksakt, je ai që kërkon provën. Po pra, duhet të ketë patjetër një provë që unë të them atë. Unë thashë ka diçka, thjesht dyshova. Në darkë u shfaq Dritan Goxhaj. Çfarë porosie? Ka pas një porosie aty? Po pra, përqafoni Dritan Goxhajin, bëhuni me të.
Po si e lexon, më thuj pak që ta shpjegosh. Ta lexoj unë tash. Dritan Goxha ka qenë në Kosovë. Dhe kosovarët e akuzuan do nda arrestonin. Sepse ka tjetërsuar apo ka manipuluar apo ka dhënë, domethënë fakte apo si thua inteligjencë. E kupton? Ja u ka dhënë të tjerëve, duke pretendojnë kosovarët, duke dëmtuar lëvizjen ushtrinë kosovare. Kështu ka thënë, kanë dashur ta arrestojnë ata, e dihet. Dhe kanë kërkuar nga Shqipëria që t'ia u dorëzoj. Këto ditë pas debatit, me ato që nxjerr Rama që thot këtë, dhe pjesa tjetër që po nxjerrin deklarata, certifikata që ka qenë komando i UÇK-s, ish ushtar i UÇK-s etj. Po dhe mund të ketë qenë pastaj? Pastaj i shërbimeve të CIA-s. Pra janë të dyja versionet. Po pra pikërisht, dale tani. Ku na çon logjika? Prit tani, logjika çon kështu. Kosovarët, domethënë prokuroria speciale e Kosovës e ka kërkuar ta arrestojë. Ja ka kërkuar shtetit shqiptar. Ta u ngritën të tarë, ta mbrojmë se ky është burr i mirë etj dhe si përfundim nuk u dorëzua. Po mos harro se ishte në Fiat Perit. Tani le të kthehemi prapë te institucionet e pavarura. Institucionet këtu pavarura këtu nuk ka. Domethënë, ata zotërinj nga një anë e kanë kërkuar të arrestojnë, nga ana tjetër i kanë thënë nëse si e jyni të rrasën brenda. E kupton? Domethënë, është ajo loja e gjithmonshme e amerikanëve, ne të bëjnë një ofertë që ti nuk je i zotit ta refuzosh. E kuptove? Eksakt, jo. Domethënë, francezët tani duke pasur këtë loj, domethënë ku shqiptarët kanë dalë në rrugë me të drejtë, shqiptarët me të drejtë kërkojnë që çdo situata kthejnë favor të tyre. Por aty që shqiptarët ka nga ato që janë vesh me vesh shqiptarësh. Po pra, ashtu dhe tani. Kjo është ajo që duhet të shohim pak ne. Atë që duhet të shohim. Dhe unë mendoj që unë të siguroj që Franca këtu ka me mira spiun aktiv që i paguan. Dhe i paguan me të tëra format. Dhe Franca ju ka dhënë atyre mbështesni Dritan Goxhën. Po çfarë ka Franca me këtë pra, me Dritanin? Që nëse bie Rama të kenë Dritanin. Pse Dritanin pra? Sepse e kanë në dorë. E kanë pasur. E kanë pasur në dorë. Domethënë, ai është nga ana tjetër ai është një njeri i dëgjoni një. Po, prandaj pra them që ti jemi më të qartë, se nuk kemi asgjë më asnjë, se ju mund të kuptoni, thjesht po analizojmë çfarë shohim pas logjikës. Dëgjoni. Pas logjikës edhe sa gjëra. Logjika e shteteve, e një shteti si shteti francez, amerikanëve, britanikëve e tjerë që kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme, mbi 300 vjeçare kanë francezët dhe britanikët në fushën e kapjes së shtetit. Ç'a ndodh? Gjë e parë është të korruptosh. Të korruptosh e gjë e me lehtë. E bën tërnjë. Edhe një njeri në rrugë mund të korruptoj ty. Mbarove. Kjo është vetëm faza e parë që pothuajse nuk vlen për asgjë. E dyta është që këtë njeri ta bësh të besueshëm. E kupton? E treta është që këtë njeri ta përdorësh. E katërta është që ta ngresh në nivel maksimal. Domethënë, ta bësh kaq të besueshëm sa vetë ata që nesër do bien viktime të tij ta marrin në mbrojtje dhe ta ngrejnë përpjet. E kuptove? Këtë bëjnë francezët. Domethënë ata duan që gjithsesi, nëse nesër pas nesër bjedi Rama dhe gjithë kjo klasë Sali Berishës e Ilir Netcem të tash, të vijë përsëri një klasë tjetër që përsëri ata ta përdorin kundër nesh. Por pse u lexuan ato pikët pas 23 ditësh apo? Edhe u lexuan ato ditë. Pse s'u lexuan një javë para për shembull, 2 javë? Dhe pse nuk i lexoj një nga ata që Jo, nuk po hym fare me këtë. Pse nuk e lexoj Marin Mema për shembull? Që ishte zëri ngritur. Zëri që u kërkua më shumë atë. Po Dritan Goxha është ushtarak profesionist. Po çfarë lidh me këtë? Se edhe aty shumë po e thon ato se merr vesh nga spiullëku ti çun. Nga spiullëku i vërtet. Jo nga spiullëku si unë që mund të them e pash Altinin duke e qur brekët atje te Prapagardhit. Nga spiullëku i vërtet. Nga spiullëku ushtarak. Spiullëku ushtarak është një kategori krejt tjetër. E kupton? Dritan Goxha është ushtarak i stërvitur. Natyrisht është një profesionist i mirë. Dhe ata qëllimisht i kanë dhënë hapësirë, po një hapësirë një çik të rangut të dytë,
një hapësirë televizive ku ai të shpalosin njohuritë e tija ushtarake dhe të shpjegojnë njerëzve, po jo duke u thënë që unë jam me Francën, po duke thënë një farë gjysmë kështu që mbase mund të jem dhe me Iranin. Po se Rama e akuzon atë, ky është i këtyre Gjithçka terroristë. edhe një gjithçka që thotë Edi Rama është e koordinuar me atë që thon francezët, amerikanët, izraelitët e tjera e tjera. Don? Problemi është kush është Dritan Goxhaj? Do të them një gjë ty. Aty te 15 Kaçi, kur doli problemi i Gjadrit, i atij territorit që rrethuan italianët për ta bërë burg, që kena qenë nga të paktët, nuk e them për mburrje këtë ose për Un kam qenë i pari. Se themi i pari kena qenë nga të paktët. Nga të paktët. Dhe aty u organizuan një si tip konference. Dhe u organizuan një lloj konference Ka ngritur shqetësimin asaj. Po pra. Ku midis të tjerave unë të siguroj me 1 miliard %, brenda asaj mbledhje ka pasur njerëz të shikut. Kupton? Që kanë pasur qëllime të caktuara. Dhe njëri prej qëllimeve të caktuara ka qenë pikërisht promovimi i Dritan Goxhajt. Për herë të parë Dritan Goxhaj në një ambient intelektualësh është shfaqur aty dhe me zërin e Altin Goxhajt është promovuar si hero. Po, çfarë problemi ka këtu? Çfarë problemi ka këtu? Po nuk I shikonte që Altin Goxhaj dhe Dritan Goxhaj bëjnë sikur janë armiqtë përbetuar të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Po Altin Goxhaj ka qenë gjithmonë vegle Sali Berishës. E di dhe bufi. Ka qenë po s'jam më fut. Po, edhe mund të ketë ndryshuar, po unë nuk e besoj. Dhe kam arsye për të mos e besuar. E kupton? Dhe tani le të lidhemi te ajo më konkretja. Po, dalim ke konkrete, mos merrem me individ me persona. Deri këtu jemi në fushën e hipotezave. Po unë do t'i sugjeroja shqiptarëve që ta shikojnë me shumë seriozitet. E kupton? Dhe e ftoj dhe vetë Dritan Goxhajn që nëse me të vërtet I ka hyrë kësaj loje të heqë dorë një orë më parë. Qofse është në këtë lloj forme. Nëse është në këtë lloj forme. Tashi të tjerat sot për sot aty ja di Perëndia. Pse nuk je dakord për Dritanin për shembull, Angel? Nuk është puna se nuk jam dakord për Dritanin unë. Jo ti, jo. Atëherë edhe një herë, këto janë figura që mua nuk më bindin se janë me të vërtet antipushtet. E kupton, kjo është kryesorja. Ne duam jo ne, po gjithë protestuesit duan antipushtet, janë praktikisht antipushtet. E thon vet ata. E kupton? Shqipëria shqiptarëve, jo pushtetarëve. E thon ato, pas së fare, dhe jo tradhtarë. Dhe akoma më rënda. Tani, unë jam pikërisht që në shtetin e ri strategia është ajo që ti më rënd. Përveç se më rënd, por ti na shitesh ndryshe dhe ndryshe bën. Është më kulmi se sa pushtetari. Atëre kryesorja këtu kush është? Që ne, domethënë kjo protestë të arrijë objektivin e vet. Domethënë të përmbysin komplet këtë klasë, të gjitha këto institucione të manipuluara dhe që drejtohen nga një qendër brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe shteti shqiptarëve I arshëm, ky përkasin pikërisht shqiptarëve, institucionet jenë me të vërtet pavarura, shteti të funksionojë me të vërtet në mënyrë demokratike, njerëzit të mos jenë të shantazhueshëm. E kuptove? Nëse është pi sot ai, nesër shantazhohet. Angel, po këtë thonë edhe ata, këtë thonë edhe pala tjetër. Prandaj them që po e kuptojmë ku jemi. Tani ne prum këtu një fakt dhe po e them edhe një herë. Prandaj nis edhe me të koha do të tregojë. Koha do të tregojë. Tani, çfarë tregon koha tjetër? Nga I takim. Ti e di që para jeni gjithmonë dyshuese, edhe këtë çfarë thotë Angeli. E them si gazetar. Po. Edhe ai e pranon dhe thot vetë. Po, ti jeni sigurt. Jeni dyshues, hapni syt, jeni vigjilent dhe dyshoni skeptik. Hapi I pari. Çfarë do të gjë? Sidomos në gjërat kaq bukur, kaq të lidhura siç tha edhe Angel. Hapi I pari I njeriu të mençur është që ti marrin gjërat, ti ver përballë njëra tjetrës, ti analizoj dhe të nxjerrë një konkluzion në kokën e vet. E kupton? Tani në datën 22 si shtam ishte takimi I Edi Ramës, në datën 23 që ndoshta shumica e shqiptarëve nuk e din fare, gjykata europiane për të drejtat e njeriut ka marrë 3 vendime për subjekte shqiptare. 2 prokurorë dhe një tjetër, nuk e di se çfarë është. Njëri prej prokurorëve është
Gentian Osmani, dëgjoj mirë, tjetri është Ferdinand Elezi, dhe një tjetër nuk e di emrin, po s'ka rëndësi për mua. Ka lidhje me këtë se çka po ndodh me këtë gjë e madhe që po ndodh? Pikërisht pra. Okej. Tani, unë të thash që paratë që i grabiten e Angjëllukës kanë përfunduar tëra jashtë shtetit dhe kanë përfunduar në duart e korruptimit masiv, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gentian Osmani është bashkëshorti i Marinela Osmanit, i po asaj gjyqtare që unë e kam kallëzuar penalisht, sepse ka qenë ajo që ka dhënë vendimin, duke pranuar që një prokuror mund të shfuqizojë vendimin e formës prerë. Direkt më ka vjedhur parata e mua. E kupton ti? Tashi, Gentian Osmani ka qenë prokuror të krimit të rënda dhe është përjashtuar nga vetingu. Po çu gjetë ky që u mor pafajësinë nga gjykata e të drejtave të njeriut, pikërisht ditën e nesër me të vizitës së Ramës në zotin Macron. Atëherë unë ju siguroj që Ata pas kanë folë shumë atje me gjithë, pas kanë bërë shumë lëvizje. sigurisht Me një takim, me një takim, po takimi është vetëm për mbyllje, ka paku, se të tjerat kush e di sa kohë ka që vlojnë, kush e di sa kohë ka që ata tentojnë dhe me sa duket ja kanë dalë të korruptojnë gjyqtarët e gjykatës së drejtave të njeriut. Po pse me këtë? Pse janë marrë me këtë? Çfarë rëndësie kanë këto lëvizjet për këtë? Edhe një herë pra, nëse fiton Angjëlluka parat, ata s'kan asnjë shans të mbajnë pushtetin, asnjëri. Po E kupton? çfarë lëvizje, çfarë fitojnë tjetër me këto hapa që po hedhin? Përveç të parës që the, e dyta ata, Prit, kjo me mos gjykatë. haro dhe një gjë tjetër, që vendimi i Marinela Osmanit është marrë në 13 nëntor 2025, do më thënë 2 ditë pasi ka ndodhur akti terrorist i Rinasit. E kupton, ku janë vrarë ata dy. Që ja futën sikur vran një kriminal apo hajt shtyhet tutje. Jo, nuk vran një kriminal. Do të thënë, shinjestra e tyre nuk ishte me të vërtet kriminali, po çfarë ka ditur ai kriminal, apo çfarë ka ditur ky tjetri që ishte Me atë punonjës i AMP-s. Po. E kupton? Sepse në atë kohë unë kisha bërë dhe Kam më shumë e kam për këtë të AMP-s, edhe kanë bërë po të pra, rreziku për vrasjen. pikërisht pra, sepse me atë. sepse AMP-ja sa për djeni kishte marrë disa Kërkesa kërkesa një problem më të madh, ky Shumë më të madh. Ky Po pra, sepse ky nga ana tjetër sa për djeni, ai akt terrorist ishte shenjë e qartë, një mesazh që ne ju sharrojmë nëse nuk bëni çka kërkojmë ne. Do më thënë, Marinela Osmani në dyshimin tim ka qenë direkt e sinjalizuar o na jep vendimin o të vrasim. çfarë presion është, E kupton? Prit se pikërisht në momentin që ka ndodhur akti terrorist, do më thënë datën 11 në orën 2:30, unë kisha shkuar një ditë më përpara dhe kisha kërkuar të shikoja dosjen dhe një njeri që dyshohet prej kohës prej meje që bën lojë të përbashkët me shikun, ka hyrë dhe i ka thënë sekretares së gjyqtares që çojë nesër në këtë orë. E kupton? Këto janë të tëra të kallëzuara. Dhe unë bile kërkova nga gjykata që të ruante pamjes filmike. E kupton? Domethënë tashti gjyqtarja vjen dhe direkt pasi jep këtë vendim kalon në gjykatën speciale, në gjykatën e posaçme, e kupton? Dhe ky është për mua është akti pastër korruptiv, po jo vetëm kaq. Shiko që ka ndodhur tjetër, sepse kam zarfin këtu, unë do ta postoj. Unë i kam bërë kallëzim gjyqtares në bazë të nenit 59 të kodit procedurës penale dhe neneve 119 dhe 120 të kodit penal. Do më thënë që janë, si thua, padi direkte, apo kallëzim direkt, ku unë përballem me atë që kam kallëzuar përballë gjykatës, pa ndërmjetësinë e prokurorit. Dhe unë i kam kërkuar asaj 45 milionë lekë. Ka që për mangjoba që e ka vetë ligji. Dhe gjyqtarja tani, një gjyqtare ka marrë në mbrojtje, dhe gjyqtarja që ka marrë në mbrojtje është Flojera Davidi. Do më thënë ajo e Alpetrolit. Shiko që ndodh. Unë e kundërshtoj vendimin e gjyqtares Flojera Davidi dhe shkalon në shkallë të dytë në apel të gjykatës posaçme. Idhet shorti në orën 11, dëgjoj çik mirë. Dhe nga ora 11:30, sekretarja ka dokumentuar gjithçka që ka nxjerrë sistemi i shortimit. Dhe sistemi i shortimit ka nxjerrë gjyqtare Miljana Muça. Dëgjoj mirë. 3 orë më vonë,
Kryegjyqtari i gjykatës apelit, Dimitër Lara, ka shtuar dhe 2 emra të tjerë. Po ke ka shtuar? Engert Plumbi. Engert Plumbi është i njëjti gjyqtar që ka dhënë të njëjtin vendim me Flojera Davidin, të paktën 2 raste, për të mbrojtur Sali Berishën dhe për të mos lejuar kthimin e Alpetrolit. E kuptove? 3 orë më vonë. Tani çka ka ndodhur? Vendimi i jepet rasti vetëm, unë kam mbi 30 vendime atje të gjykatës së posaçme. Është rasti vetëm ku gjykata e apelit jep vendim me 3 gjyqtarë. Dhe jep vendim në një, domethënë bëhet një trup prej 3 gjyqtarësh në një çështje që sipas Flojera Davidit është një çështje lehtë. Të tëra çështjet e rënda u gjykuan me 1 gjyqtar. Kjo e lehta pse u gjykuan me 3. Pse u shtuan? Pse u shtuan këta 2 gjyqtarët e tjerë dhe nuk ka arsye pse u shtuan? Se kanë fletën unë. E kupton? E fshen të tëra këto. Dhe sa për dijeni, edhe vetë Flojera Davidi që e mori për shqyrtim kërkesën në shkallë të parë, çka ka bërë? Ka dhënë vendimin direkt pasi unë kam shkuar në sekretari, kam marrë vesh që ishte Flojera Davidi dhe i kam thënë që unë do ta kallëzoj, e kam kallëzuar bile. Unë kam bërë kërkesën, të nesërme ja ka dhënë vendimin kundër meje. E kupton ti? E njëjta gjë ka ndodhur edhe me gjykatën e apelit. Tani ky vendim pse u bën 3 këta bashkë? Një, sepse Miljana Muça, ajo që u shortua e para, dhe që edhe kur u bën 3 ishte kryetare dhe relatore, dha mendim pro meje. Ndërsa këta thanë që Angjeli Afokot, Angjeli Shprem Lef, gjithçka është në parashtrimet e tij është një turm fjalësh të rrëmujshme. Domethënë Angjeli s'di të flasin. Nxjerr kështu budalliqe nga goja. Dhe aty nuk ka asnjë gjë, nuk përcaktohet çka kërkon. Sa Miljana Muça ka thënë komplet të kundërtën. E ka bërë me relaciona e vet, mendim kundër. Angel Luka i ka shprehur qartë ato çka kërkon. Provat janë brenda në dosje, kërkesa është paraqitur brenda të gjitha rregullave që parashikon ligji etj. Domethënë, edhe kur një gjyqtar guxon që shkëputet nga turma e gangsterëve të këtij sistemi, ata prapë gjejnë formën për ta përmbysur. E kupton? Tani, pse Gentian Muça është kaq i rëndësishëm? Sepse Gentian Muça kërkon patjetër të kthehet në sistem. Kërkon të kthehet në sistem, sepse Gentian Muça, me sa di unë, është i akuzuar jo vetëm për ato 5 lekë që i ka kapur komisionit e vetingët. Është akuzuar për lidhje të tipit mafioz me grupet kriminale. E kupton? Që të kthehemi pak i pavarësisht se ato mund të mos jenë shumë të vërteta. Domethënë, këta si çift tash mberen në mbrojtje nga e gjithë ky sistem i përbotshëm kriminal. Perëndimi, më vjen keq ta them, dhe unë jam i dëmtuar se kushdo tjetër, sa për të jeni. Unë jam ai fundit ta thoje. Po, i fundit që ta thoja, perëndimi ka humbur komplet vlerat e veta. Të barazisë para ligjit, si thua, të paanshmërisë së gjyqtarëve, të pavarësisë institucioneve, të pavarësisë së shteteve nga njëra tjetra, pavarësisht bashkëpunimit, se tjetër është bashkëpunim, tjetër është nënshtrim. Se janë njësoj ato. E kupton? Shumë i qartë. I gjithë ky sistem sot po gryen Europën nga brenda. Dhe Europa çka ka bërë? Europa ka dalë në ledh. Europa nuk është me qendër për asgjë, përveç se për veten e vet. Ku Europa ishte qendra e diplomatike e botës. Franca në mënyrë të veçantë. Tash Franca po los vetëm me tipat si Edi Rama. Ku ka rënë takohet presidenti i Francës. Jo, nuk shiko. Jo, normale që të takohet, po niveli i kërkesave dhe i pazareve midis tyre është. Po them për shkak të nivelit të kërkesave dhe pazareve. Është jo vetëm qesharak, po një rrezik i jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për Francën, në mënyrë të veçantë për Francën. Franca ka humbur 70% të furnizimeve energjetike që merrte nga Afrika. 70%. Dhe sipas të dhënave që mbeten për të konfirmuar, dhe konfirmimi do vi maksimumi pas 2 javësh, domethënë para datës së 10 të muajit që vjen.
disa zera gazetarësh dhe analistësh brenda ambienteve të rëndësishme të Amerikës, domethënë të lidhur me Pentagonin, me CIA-n, me shtëpinë e bardhë e tjera, kanë lajmëruar se Europa po tërheq, më falni, Amerika po i tërheq të gjitha çka ka në Europë ushtarakisht. Aeroplan mbajtëse, anije lufte, avion luftarak, luajtës bombardues, kargo, avion që furnizojnë domethënë tanker që quhen, avionat të interceptimit dhe të komandimit të tipit AVAX për shembull. Ushtarë më the tanket gjitha po i heq fare nga Europa. Që do të thotë Europa apo ajo që quhet NATO humbet 70% të forcës së saj ushtarake. Dhe kalojmë pak te protestat, lutem, se kam përshtypjen që është interesi dhe dhimbja maksimal edhe imi. Edhe joni, ne këtë kemi bërë vazhdimisht. Protestat tonë kemi bërë dhe shqiptarët e kanë pritur shumë të ditë engjëll. Këtë gjë që po ndodh dhe ka ndodhur prej ditësh në Shqipëri. Si po e sheh? Atëre, shiko, unë vazhdoj të them që kjo protest ka qenë domosdoshme, është domosdoshme, është e mirë pritur dhe është e duhura. Deri në momentin që nuk do lejoj që të uzurpohet nga tradhtar të tipit Edi Rama dhe të llojit të tij, Sali Berisha, Ilir Meta, e më the të thash, pa përmendur emrat përveçëm nga këta të rinj, sepse akoma nuk kemi siguri ç'a janë, dakord? Po unë kam siguri që 2-3 figura aty që i njoh mirë janë të tillë që jo vetëm nuk e meritojnë, po nëse vazhdojnë të jenë atje, siç dash para lajmërimin, do t'ja bëj me emra ato që di. Po i lajmëroj tani të zhduken një orë më parë. Ata që janë bi të baballarëve maskarenj, hajdut, falsifikator, mashtrus, të pabes ndaj të afërmit të tyre, me tjera të zhduken një orë më parë. Ata kanë bërë shkollë, janë shkolluar, por ata janë mbeten gjithmonë bi të pabesve dhe duke pretenduar se janë ata që vuajtën dhe ikën nga vendi për arsye se ky vend nuk u përshtatej, se i dhunonte, se i poshtronte tjera, të vend bishtin kokës dhe të zhduken një orë më parë. Sepse ata vazhdojnë hipokrizin. Se, dakord, nuk është e thënë që i biri të mbaj përgjegjësi për baban. Jo. Okej, e marrim të bëjmë kompromis bashkë vetëm për hir të bisedës. Po. Për të kuptuar. Ja të shikojmë që ç'a kompromisi është. Tipit amerikan. Jo më. Le ta besojmë, për shembull, sikur e gjitha kjo është një e vërtetë, një energji e mirë. Dolën. Po pra unë dua që tham pikat, po duam që ta besojmë, duam gjithë ta besojmë valla. Se mos e keq kuptoni gjithë, nuk ka fare arsye për çarje. Është arsye kjo biseda. Nuk është për çarje. Është arsye për të qenë vigjilent, kuptojmë dhe të jemi për të qenë vigjilent dhe për të mos lejuar që të na përçajnë. Mos e kjo gjë kaq e bukur, kaq e mirë, kaq me interes për gjithë neva. Kjo është ajo që them vazhdimisht çdo ditë, edhe që po më thoni dhe po më akuzoni, po thoni ore ti e përçarës, ti po e dëmton, ti po e shkatron me këto biseda. E vërteta nuk është problem i madh. Është një problem i madh dhe ne nuk mund ta anashkalojmë, nuk i mbyllim dot syt para këtij problemi. Nuk mund t'i mbyllim dot syt më. Problemi është aty dhe ne duhet ta shohim, duhet ta trajtojmë, ta kurojmë ose ta spastrojmë. Ta heqim valla këtë problemi të puçën, duhet ta heqim. Ta heqim sa është e vogël, që mos ta bëhet shumë e madhe. Që nesër të jo të qarë, nuk ka koma për të qarë, pastaj si për të qarë jemi tani dhe nuk do ta kthejmë të qarë në të qeshur me batuta me Ramën. Dhe duhet dal ke pyetje që thash do bëjmë sikur. Yes. Do e besojmë një moment. Për hir 2 minutave që. Dolën pikat. Po. U than. Prit. A duhet një lloj? Stop. Pikërisht një nga pikat që, domethënë, ajo që mungoi në thënien e Dritan Goxhait është pikërisht ajo që shtoi dyshimin tim ndaj tij. Ha, cila është ajo? Pra, çfarë mendimi ke për këtë pikë të hedhë dhe cila është ajo që mungon? Me sa di unë ai tha, poshtë qeveria Rama, të rrëzojmë qeverinë Rama, të rrëzojmë Ramën, të marrim pushtetin, të edhim poshtë atë paketën e maleve, ato të fushave, ato të detave, ato të bashkëpunëtorëve strategjika çfarë drejtimi quajnë. Por ai harroi, ose unë them që ai nuk guxonte ta thoshte. Faktin që Shqipëria duhet të mbetet patjetër një vend me territor të sigurt dhe të pacënueshëm. Me institucione të pacënueshme dhe të pavarura, me institucione shqiptare ku nuk fut gishtin askush tjetër.
Kush e thot atë? Dhe sovraniteti i vendit të mbetet i padiskutueshëm. Nëse sot janë ngritur të tërë këta njerëz, janë ngritur për shkak të Sazanit. Dhe Sazani është një territor shqiptar i pacënueshëm që kurse si nuk duhet bjerë në dorë të dikujt tjetër. Kurse si. Asnjë copë territorit shqiptar nuk mund të vihet jashtë autoritetit të shtetit shqiptar. Siç ka ndodhur në Gjallë për shembull. Po. Ku zonja Meloni thot po e marrim këtë në jurisdikcion italian. Che cazzo vuol dire nën jurisdikcion italian? Marrin copë shqiptare ata e bën të tyren? Jo thot kjo. Dele edhe këtë tjetër merë dhe Sazani. Po pra. Dele një tjetër merë këtë tjetër, edhe këtë tjetër. Unë nuk jam kurse si kundra investimeve tuaja dhe zhvillimeve në çdo fushë, po unë nuk mund të lejoj që këto investime të bëhen në atë mas sa që të glaberojnë territor shqiptar. S'mundet. Domethënë, Bregdeti në mënyrë të veçantë duhet t'ju jepet investime prioritare shqiptare. Edhe nëse individi nuk e bën dot, jo që unë jam i sigurt që individi e bën, e kupton? Nëse ky shtet funksionon normalisht, aq pisa është bërë individi po sot pra, dhe po pra, njerëzime dhe njerëzit. Nëse nuk e bën dot individi, ta bëj shteti me paratë e shtetit shqiptar. Sepse shteti po bën gjithë farë maskarallaqesh, po e para majtas e djathtas dhe nuk mbron me investimet e veta këto zona. Unë të kam thënë që para 2 vjetësh ty, që Sazanin që ti thej që po jo po atje në Sazan s'ka ujë, se thash edhe prandaj na duhet Xherët Kashner. Jo, se thash ashtu, po thash. Po në një farë mënyrë. Se unë bëj gazetarë, të them atë çfarë thon tjerë, se do të them edhe zërin tjetër. Ndërsa unë të thash se unë që të kem diçka edhe për ata. Se ka njerëz që thonë o Altinit, Goxhet, o Altini i Engjëllit. Unë jam i Engjëllit. Jo re çon. Jam aq matur, aq i lidhur. Jo, duhet ta sqaroj se kanë njerëz. Ky më vete, unë më vete. Engjëllit di shumë mirë që unë marr edhe Altinin. Altini di shumë mirë që marrë dhe gazetari Romeon, marrë dhe tjetër kushdo, le të vi, edhe Dritani le të vi, edhe Edi Rama, se kanë nga të pësismer Edi Rama. Po pra, detyra e gazetarit është të nxjerrin fakte. Këto që thotë Engjëlli. Po pra, ç'të ke gjë? Engjëlli e tha vetë, edhe ju duhet të jeni skeptik. Duhet të jeni gjithë për të mirën e përbashkët. Duhet të shikoni me sytë tuaj dhe të dëgjoni me veshët tuaj dhe të analizoni me kokën tuaj. Jo me Engjëllit, jo me Altinin, jo me Edit. Kjo është thjesht për kështu, nuk është se ndjehemi domethënë kur than ata që qas me Sazani nuk ka ujë njëri tjetër, dhe unë thash, qeveria ka bërë 180 milion, ka hedhur 180 milion euro për të bërë tunelin e Llogarasa çaja ai. Ndërkohë që këto 180 milion mund të investonin në Sazan. Shumë bukur. Të ndërton të gjithë infrastrukturën atje. Kush e len më se Sazani ka vënë me kohë atë, në kuptimin që është dhënë fjala, Atëre me që arritë këtu do ta them edhe një herë, ta kam thënë një herë para një viti sa ta them edhe një herë. Kushdo që guxon nga të huajt, kushdo që guxon të pretendoj territor shqiptar, unë vet si person, nëse marr pushtet, po edhe kështu siç jam deklaroj që ai person duhet të shpallet armik dhe nëse ve këmbël këtu të arrestohet me një herë. Ta kam thënë një herë, po ta them prapë. Ke thënë një herë për shumë herë. Ashtu. Madje Adriatik Lapet ne kena shku atje. I kam shkuar atje. Kam dash me shku. Dhe i kam thënë që nëse ti guxon që të futësh këtu George Soros me gjithë pislleqet e veta, apo të tjerë, Xherët Kashner në të gjitha të tjerë, ti e meriton burgun më shumë se kushdo tjetër. Dhe kushdo që guxon që territor të shqiptarëve t'ia u fali të huajve, apo në një huaj të guxoj të futet këtu dhe të kërkoj sikur kërkoni copë buke. Eksakt, e ke tregu këtë pjesë. Edhe unë po dal për te gazetarisë, po e them se e kam dëgjuar dhe kam të faktuar dhe kam provuar këtë që po thu. Dhe ke qenë nga të vetmit, jo nga të vetmit që ulla ka dalë me Ramën, ka hull, po atë si çfarë bën Rama që tall byllën me simbolin kombëtar. Është vetmi vllaj që ka bërë konkret, jo vetëm me fjalë, ka shkuar ka unë kam kallëzim penal atje. Kjo është kam kallëzim penal. Kjo është vepër si fjalët i kemi gjithë, i kam edhe unë. Ju mund të dërdëllisni sa shkulla. Jep dorën për këtë gjë. Po si herë nuk u bë njëri nga juve 300.000 veta këtu nuk u bë njëri më, të zëj deri në gjykatë se t'ia flasin, t'ia grisin atë vendim, t'ia grisin gjyqtarit në surrat. Që thot s'ka gjë, s'ka ndodhur gjë. Nëse të kalojmë kjo. Po, vazhdojmë. Vetëm shpërndajeni këtë fjalë, qoftë në TikTok ku jeni, qoftë edhe në YouTube. Na komentoni me këto sinjale që po merrni, na jepni një shtys, na jepni një sinjal edhe ju për këtë gjë se çka po flasim. Jo për emra, as për Altinin, as për Engjëllin.
për tokën tonë, për kombin tonë, për atë dheun tonë, për vendin tonë dhe për Për njëri tonë. shtetin që të na takojnë ne. Të pastrojmë njëri tjetrin, valla kjo është ajo lutja thira që kam, si po e them shumë kështu, sinqerisht se jam shumë i prekur, shumë i ndjer, kam qenë që në sekond zero, po duket sikur po bëj viktimën me këtë që po them, po realisht po na dhem shumë valla, po na dhem shumë se kemi kohë që e bëjmë këtë lloj proteste me Angelin, edhe me emra që u përdorën pak më lart. Po çështja është që duhet kuptojmë valla, duhet jemi pak më duhet shohim lëvizje, duhet shohim vepra, duhet shohim se çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh konkretisht. Angel, të lutem vetëm për pyetjen që bëra pak më lart, na jepni komentet tuaja, përgjigjet tuaja, na thoni që nëse duhet më shpesh kjo gjë, gjejmë formë si mund të bashkohemi, të bëjmë diçka tjetër. 300.000 veta si shkuma detit vlla ishte shëdhimshme. Kur i kam pa ato njerëz që kam qenë aty kaq ngjesh me njëri tjetrin. Dhe të iki kjo, sa hap e mbyll syt, të zhduket kjo pa bërë një diçka, domethënë, jo diçka, nuk e kam për dhunën, as mos e kish kuptonin këtë, nuk e kam këtë dhuna. Nuk du 97, nuk du 21 janar. Po të vish të bësh xhiro në shëtitje, bulevard, mes Tiranës, të tregosh blicat e telefonit, të thuash himnin kombëtar, sikur po thua një vjersh për dha, nëse do thuash himnin kombëtar që i fjalë ta thuash siç e ka rëndësinë ajo, do të dridhet gjithë trupi. Me paktën me himnin, se duke sikur bi përsëri me himnin që kemi ne, me fjalët që thuhen që himni jon. Jo ta thonë vëllai pa hyrë te kjo. Hajde kalojmë konkretisht ç'a duhet bërë. Dhe pyetja është, ja nisa pak më herët Angel. U tham pikat, u bë disa ditë që ja thën pikat, dhe ç'a po bëhet vëlla me pikat? Të thash një herë unë ty që Edi Ramës... Ç'a po bëhet, do presim aty do presim aty. Ç'a do bëhet me pikat? Ka e ultimatum vëlla, i orë, 2 orë, 2 javë, sa? Dëgjojnë çiktu. Unë ta kam thënë para 2-3, domethënë ato intervistat e mëpashme, që kur filluan këto protestat, që Edi Ramës nuk i ashtu fare, nuk i rruhet fare se kush bërtet atje Edi Rama ik. E kuptoni? Domethënë, se nuk vendoset i ultimatum për këtë. Pushteti nuk rrëzohet me fjalë. Po pra. Dhe unë me që ne të gjithë bjem dakord që nuk duam dhunë. Po, patjetër. Nuk duam dhunë. Ne për fat të mirë, ne për fat të mirë se ti the radhën par kur të thash unë që ne kemi një shtet, po shtet të poshtër, ti the s'kemi shtet. Ne kemi një shtet, shtet të poshtër. Por ama kemi një shtet të formatuar me institucione tjera. Tani është e mençur nga ana jon dhe do të jetë tamam rezultative, do të na japin një produkt, atë produkt që duam, domethënë të rrëzojmë Edi Ramën, duke bërë veprimin konkret. Unë kam vajtur atje dhe kam thënë Edi Ramën e kallëzoj sepse ka poshtëruar Republikën dhe simbolet e saj. Po kjo është e vetme që kam bërë unë. Po patjetër, këtë dosje, sa dosje tjera që janë ka gjithmonë. 300 dosje ku diu sa janë. Dhe tani bëuni bashk që ta bindim gjykatën dhe mediat që ta hapin ekranet dhe gjitha këto të dalin atje. Angel, tani do të kaloj këtë pyetje tjetër. Pse s'ke ardhur në protestë? Kam ardhur, po ta kam thënë. Jo, e di që ke ardhur. Pse s'ke ardhur që dalesh aty vëlla të flas? Po s'më nxjerrin të flas. Ke tentu? Po, po na i thuj pra, më vakt. Po ta thash edhe, ishte një njeri atje, tash ishte një që të ngjante ty, po pa mjekë. Po kam ngjashëm unë. Pa gjatë. Kemi ngjashëm ne dy. Dhe vajta fillimisht po fliste një gocë atje, bërtit ata rroft. Rroft Shqipëria tjera, dhe vajta për të marrë, unë më thanë mua, jo, tha, do të vesh një emër atje të ajquni që të mbash radhën. E vajta të ajquni. Bajtë raundi. Pritë, do të mbash radhën, se ky për radhën, ne për radhën e ti nuk po kemi dalë protestë. Ky s'po mban radhën, do tiki, ka marrë radha vet. Gjëndi. Unë vajta për të folur me atë çunin që të më regjistronte emrin, ai më kthente kurizin. Po nuk insistove, nuk... Pore! Ti edhe njëri luftarak, kjo gjë që po tregon ti luftarak, sa do që ta hedhin nga bëjt, po të thashë edhe njerë, unë jo vetëm që po insistojnë, po unë e pash që ai ishte instruktuar që të mos e shënonte emrin tim. Kishte edhe njerëz aty që unë i njihja, që ishin pratë punë. E kupton? Domethënë, sigurimi i shtetit dhe sigurimi i salës, bashkë me të Ilirit dhe me këta më kanë halë në sy mua. Pse thua me këto emra? Po i di me emra unë erdhiçun. Po s'kam nevojë, unë kam kallëzuar. Po i kam kallëzuar unë ato. Ishin aty. Ishin aty personat. Bile në mënyrë të qëllimshme, njëri nga njerëzit më besnik. Gjë këtu, njëri nga njerëzit më besnik të Sali Berishës, sapo vajta unë, iku kjo 2 minuta tanki dhan atij mikrofonin dorë. Në mënyrë të qëllimshme. Si ndjeve Angel aty kot? Mos më përcet fare. Unë e di këtë lloj, domethënë nuk është se po e vuaj sot unë.
E kupton? Unë mjafton që marr dieni dhe këtë mundohem t'ja përcjell publikut. Dalin nga finalja? Dalin nga Yes. finalja. Ti se di për çfarë finale kisha? Ha, thoj. Çfarë duhet bëjmë tani vëlla që mos na ikë kjo gjëja? Atëherë, them si altin, si shqiptar dhe si gazetar. unë ta kam kërkuar dhe po e themi dhe publik Ti tani. më këtu ku është situata? Po, pra, se po, me që po. janë çuar gjithë shqiptarët Dale. dhe po presin diçka dhe s'po ndodh diçka dhe po shohin gjithë këto gjërat. Atëherë, Çfarë duhet bëjmë vëlla? Të Atëherë, bashkohemi. edhe Se një ka herë. njerëz dashamir, patriot, njerëz të vërtet dhe që nuk janë përlyer, të pastër, ata çunat, Kaq pak, ata kaq pak. çunat atje, Do fillojmë ta njohim një tjetrin, ne ata japim dorë njëri. çunat e gocat atje që kanë marrë gjas me frenat e protestës, duhet na japin një numër telefoni dhe një adres ku të vemi t'i kontaktojmë dhe me që ata pretendojnë se ne jemi të hapur për të gjithë, të jenë të hapur dhe për mua. Po thua për ata? Ore, I lem ato pra. jo, Merrem me shqiptarët që po për shqiptarët po them pra, për grup, për ata që janë aty grupi po jo, që grupi organizatori këtyre që drejtojnë protestën, të tipit Altin Goxha, më fal, Dritan Goxha i me shok. Lapa jem se tash, se këta pretendojnë se kanë ngritur një bërtham. Ti e mban mend që unë të thash që të funksionojë kjo protestë duhet një kokë. Tash ku është kjo koka? Pse fshihet? E di pse fshihet, sepse ata Po ja pa doli Dritani ti thonë nuk është. Po pra, Po dali një X kështu të themi ne gjithmonë pra. domethënë Dritani doli nga një grup që njerëzit nuk e njohin. Domethënë kjo në vetvete është një lloj konspiracioni. Ata nuk e duan Angel Lukën, po harrojnë që Angel Luka është i vetmi njeri i pa korruptueshëm në këtë histori. Unë kam vërtetuar, kam 25 vjet që kam ndendur edhe në mes të rrugës, edhe sot jam pa asgjë dhe mua askush nuk më korrupton dot. Ka dalë njerë një zyrtar amerikan këtu, s'po e them emrin, e më kanë thënë mua, po sikur të korruptojnë ty, me çfarë të po më korruptojnë me thosh, me parat e mia? Që më korruptokan mua dhe? Ta presim një kështu një ndërhyrje Angel. Po, prite. Qega kështu që po lije. Po ta heq. Ja ta mbyllim tani. Vllai, një sekond. Vetëm mbyllë pak të keq. A kena e pyetje vlla? Aha, iki çik se kena një hall tjetër, atë keqen. Pakistan, my friend. Po ikë vlla, në lërë hard. O zot. Si mbyllet kyre? Mirë. Vazhdo të jepi klarinetës ti vllai, veç ças sa ti ikësh. Dëgjoni. Sa ti ke, se kam lënë para shohëll nga pak. Ai gëzuar, iku te telefoni, bravo. Po i ka vazë na herë të direkt për tërë. O zoti, mund shpatën se ishin ai vllai jon që se kam bërë diçka Angel, se po të doja ta çoja. Kam të ditë e fundit jam fut TikTok. Edhe kemi bërë një bashkëbisedim me shqiptar që kanë ndarë mendimet e që kanë po të njëjtin shqetësim, domethënë. Kjo është ajo që doja të thoja. Shiko, Që kanë njëjtin shqetësim që nuk po shohim Shiko, rezultatet, unë- që kanë janë skeptik, që shohin me dyshim. Dgjoj këtu do ta them me Po. eksperjencat të përjetuara drejt për drejt të vitit 91, 91. Sa u hap fjale që do krijohet Partia Demokratike në Berat, e kupton? Të gjithë çaj ishin ish punonjësit e Partisë së Punës u futën këtej nga Partia Demokratike. Pa. Të gjithë spionat e, domthon këta ti patronazhistë më thënë, tash u futën këtej. Dhe jo vetëm kaq, po me njerë krijuan grupin drejtues. Edhe në zonën të tërë të tjerë në ledh. Pa. Uzurpuan domethënë. Këta po bëjnë sot. Përshtypja ime kjo është. Janë një grup njerëzish të përzgjedhur dhe të dakordsuar me të huaj dhe me Edi Ramën dhe me Sali Berishën dhe me Ilir Metën që duan të rimarrin pushtetin në mënyrë që të mbeten gjithmonë të paprekushëm. Çka kanë ata që nuk tregojnë as numër telefoni, as adresë? Çka kanë? Pse po të tregoni numrin telefon? Do vete unë atje, do të flas me ta. Jam unë, kontribuenti numër 1 për këtë Shqipëri që ju po kërkoni sot. Kam 25 vjet unë që ri, luftoj çdo ditë. I vetëm. Askush nuk më përkra. Media të tëra mbyllura. Të tëra mbyllura, shikoj aty. I kam bërë kallëzim penal Klodiana Lalës në bazë të nenit 304 të kodit penal, që është pikërisht detyrimi për të treguar provën. Klodiana Lala ka marrë prova, ka marrë gjithçka dhe i mban fshehur. I ka të tëra mundësit që t'i shfaqin, po i mban fshehur. Pse? Sepse Klodiana Lala është pjesë e të gjithë këtij establishmenti maskara
që kërkon vetëm të grabisit të mbaj pushtetin. Po dola unë atje Klodiana Lala e mbyll skepin. Miq, nëse keni ndonjë pyetje na e shkruani që ti lexojmë shpejt e shpejt se u bolla çik vap tu, nëse keni ndonjë pyetje. Shumë vabile. Po ku e kishe kjo dhe ta heqi çik te personin unë, si e ka kjo? Si hiqet kjo mëse harron? Ku e di unë arti qënë? S'mor vesh fare jena për se më duket se hoj. Disconnect. Jo më kjo është për disconnect. Disconnect from live. Ore ma tregoni pak më si hiqet ky. Si hiqet ky personi më valla. Po hiqet keq. Veri një gishtin aty kështu. Veri një jo, gishtin nuk kështu. Jo, se mund të dalin ajo që opsioni për ta zhdukur. Jo, ma tha njëri emri i zotërisë dhe kë profesion. Ka i pyetje, emri juaj thotë dhe kë profesion. Po vlla më tregoni pak si hiqet e but. Angel, emri i zotërisë thotë dhe kë profesion. Po ku di? Emri Angel Luka. Po, kë profesion. Kë profesion? Po. Unë ju përfaqësoj juve që nuk e keni idenë se kush jam unë. Unë kam mbrojtur jetët tuaja dhe kam mbrojtur këtë shtet dhe jam kontribuenti më i madh i këtij vendi. Edhe me para jam i madh se të gjithë të tjerët. Nëse hapen letrat që janë nëpër gjykata. Ua, nuk ikën ky vlla. Por si hiqë, shtypet e emri, po. Thuaj atje, të lutem ikë ti çon. Pakistaneze bu. Po le tjetër. Please go away from here. Iku, mirë që i folja, unë si. Okej. Okej, mirë, shpejt pyetje, nëse keni pyetje, dhe më thoni pak si u duk kjo biseda që kishim sot me profesor Angel Luka. Është një nga personazhet që unë vlerësoj më shumti për sa i përket luftës që ka bërë, ato që shpjegoi deri tani prej 2 vitesh, për gjithë ju që na keni parë për herë të parë sot, në YouTube, në kanalin Pisk keni rubrikën Angeli, siç ka emrin, ka dhe misionin e vet, kundër djajve. Janë shumë djaj. Edhe këtë po i shohim çdo ditë. Është protesta sot thot? Po. Do dërhiqet Rama thot? Pyetja më e madhe. Nuk do rrihet Rama, çon. Rama duhet dëbuar me ato forma që pranon ligji dhe që pranon juve. Nuk hiqet njeri nga pushteti, nuk ikë njeri nga pushteti, sidomos e di Rama. Flijeni mendjen. Atë se u bë shumë vap. Mirë pra, ju përshëndesim nëse mendoni që ta vazhdojmë këtë gjë, ta kemi me interaktivitet, Angel është ajo që kemi folur, ta bëjmë me interaktivitet, na e komentoni në YouTube, na thoni që ta kemi me interaktivitet, na shkruani dhe do të jemi në vazhdim. Miq, kështu që ju përshëndes, bisedën e plot e keni në YouTube, në kanalin Pisk, në rubrikën do të postohet sot, do publikohet sot pas disa orësh. Në kanalin Pisk në YouTube me emrin Angeli kundër djajve, aty keni edhe ju përshëndes.